Të nderuar shikues, selam aleikum, mirë se rishihemi sërish në takimin e përditshëm në këtë muaj të begatë Ramazanit, duke lutur Zotin që këto ditë kenë qenë të begata, adhurimet pranuara për gjithë secilin për ju. Ju ftojmë që të vazhdoni me adhurime duke konsideruar këtë takim të sotëm si një adhurim, sepse do të fokusohemi në disa informacione dhe disa njohuri të cilat na afrojnë më shumë me Zotin, na bëjnë më të mirë. Ne shpesh takojmë me njerëz të ndryshëm në përditshmërinë tonë, me cilët shkëmbejmë, komunikojmë, pasurojmë të përditshmën tonë, por gjithashtu takojmë edhe me njerëz cilët na mërzisin, lënë gjurmë të këqija në zemrën tonë, madje shpesh na hynë dhe në hak. Agjërimi na edukon dhe na mëson se si të kemi qëndrim të duhur edhe me këtë kategori, edhe me ata të cilët na hynë në hak, ata të cilët na mërzisin shpesh. Prandaj tema e sotme është vlerja e faljes gabimeve raport me të tjerët, si na edukon Ramazani veçanërisht, si na edukon Islami në përgjithësi. Për gjitha këto ne kemi kënaqësinë që këtë bisedë ta zhvillojmë me hoxhën e nderuar Besart Feka. Hoxh, mirë se vini. Mirë se ju gjetëm. Selam aleikum wa rahmatullah gjithëve. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Allah në falenderojmë, ndihmë falë për ti kërkojmë. Selam e selavat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i dërgojmë. Padyshim pas falënderimit të Allahut, falenderojmë edhe juve për punën, angazhimin që bëni. E sigurisht në këtë muaj të begat, lutim Allahun që të na bëjë edhe neve për aty që përfitojmë sa më shumë nga ky muaj, e dalim prej këtij muaji të falur nga gjunat, e sigurisht që e rruga e Ramazanit na mëson jo vetëm të ndalemi nga agjerimi dhe punë të këqija, po gjithashtu të ndalemi edhe nga gjitha virtytet e ligë, edukatat e këqija, gjërat që domethënë janë jo të pëlqyeshme për një besimtar, për një musliman. Këto të shpëlet thosh për prezencën tuaj këtu, për gatishmërinë për t'i ofruar shikuesve tan atë që është më mirë në raport me temën dhe shpresoj që do të jetë kështu. Si ndikon falja e gabimeve në raport me Zotin së pari, pasi kuptojmë që në raport me njerëzit është e shëndetshme, është e dobishme, por si besimtari afrohet me Zotin kur i fal të tjerët? S'ka dyshim se këtë më së miri na mëson vetë libri i Allahut, Kurani Fisnik. Një prej ajeteve që flet direkt për këtë pyetje që po e bëni është ajeti ku Allah thotë: "Wa ta'fu aqrabu lit-taqwa." Thotë edhe nëse ju falni, kjo është më afër devotshmërisë. Pra, edhe vazhdon ajeti pastaj duke fol se "Wala tansaw al-fadla bainakum." Mos harroni atë mirësinë që keni ju njerëz mes veti. Për një gabim të vogël, për një gabim të thjesht, ju nuk do të bëhet shkak që ju të prishni raportet mirë, po kujtoni se falja e gabimeve të tjerëve ju afron juve te Zoti më shumë dhe padyshim edhe Allahu i don ata që falin, sepse vetë emri i Allahut është afu, është fals, ku Allah thot në Kur'an: "Wa kana Allahu afuwan ghafura", dhe më të vërtetë Allahu është fals dhe që i fal gabimet dhe është gafur. Edhe fjala gafur në arabisht është fals, mirë, po dallimi mes tyre dy emrave, gafur edhe afu, është se kur Allah fal me emrin afu, ai i shlyen sikurse mos ekzistuai ai gabim asnjëherë dhe nuk merr në llogari, as nuk ta përmend në ditën e gjykimit atë. Kurse nëse falet vetëm falje e thjesht, atëherë ai ka mundësi, Allah thotë, a kujton atë gabim që ke bërë ndonjëherë edhe ta përmend në ditën e gjykimit. Për këtë arsye, domethënë edhe kemi edhe duan e njohur që pikërisht në muajin Ramazan: "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna", o Allah, ti je falës, e don falin, andaj na fal neve. Këtë dua ja ka tregu njeriu që ka dashur më shumë te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, grua së tij, e cila e pyeti: "O i dërguari i Allahut", tha, "nëse takoj natën e Kadrit, këtë natë të madhe, atëherë çka të veproj?" I dërguari i Allahut tha, "Atëherë thuaj këtë dua: O Allah, ti je falës, e don falin, më falë mua." Andaj padyshim falja është prej atyre virtyteve që më shumë ti na afron te Zoti, edhe padyshim është prej veprave më të mira e më të kërkuara për një besimtar. Pra ju thatë se cituat më saktë ajeti kuranor ku qarta si thuhet se të falesh është e cilësia të devotshme. Do thotë kjo se nëse po themi nuk paragjejmë forcë për t'i falur të tjerët, mbajmë mëri gjatë, mbajmë inate, do thotë se ndoshta devotshmëria akoma nuk ka arritur atë pjekurinë e duhur tek ne, pra kemi probleme ndoshta edhe për të qenë kjo si një pasqyrë devotshmërisë për vetët tona. Sigurisht, pikërisht kjo që po thoni është se sa më
e madhe të jetë devotshmëria, pastërtia e zemrës, aq më shumë njëri është i gatshëm me fal tjetrin. Dhe sa më shumë që zbehet imani, atëherë rritet ajo dëshira për egon dhe kërkimin e hakmarrjes. Mirë po, ne nëse lexojmë biografinë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, e gjejmë domethënë që ka qenë pikërisht falës shumë i madh. E gjejmë domethënë momentin kur ka shliru Mekën, për shembull, në vitin e 8 të Hijretit, atëherë aty ndodheshin shumë njerëz që kishin bërë shumë armiqësi pejgamberit. Kishin vrarë miqjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kishin torturuar shokët e tij edhe vetë pejgamberin në forma më të mëshme. Mirë, po çka tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Idhhabu fa antum tulaqa. Shkoni gjithë jeni të lirë dhe të falur. E kjo ishte për devotshmërisë së tij. Kjo ishte sigurisht për devotshmërisë dhe prej, siç thonë sahabët, domon vetë Allah kishte urdhëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që të pajisej me këtë virtyt të faljes së njerëzve. Është ajeti kuranor ku flet pikërisht për këtë, thotë wa khudh bil afwi wa arid anil jahilin. Thot edhe merre domethënë si virtyt tëndin faljen e të tjerëve dhe largohu nga ata që janë domethënë ignorant, largohu nga ignorantët, toleroj ata, kaloj ata, fali ata, sepse nuk ja vlen që të merresh me kështu e kemi në njëjtin pozicion pejgamberi tregon edhe kur dëbohet nga populli i Taifit, gjakosën këmbët e tij domethënë nga nënçmimi që munduan t'ia bënin pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe kur zbret poshtë Taifit i mërzitur, vijnë me lajket edhe nga Allahu të urdhëruara, thonë: "O dërguari i Allahut, a dëshiron që ato dy kodrat me të cilat ndodhet qyteti Taifit ti shembim dhe të hakmerren për atë çka bën ata ndaj të dërguarit të Allahut?" Atë thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, asesi thot, ndoshta thot prej tyre do të bëhen besimtar në ditë fëmijët e tyre spaku. Dhe kështu ndodhi, pas një kohë të shkurt pas lirimit, gjithë banorët e Taifit e pranuan Islamin dhe pra kjo tregon se rezultati i faljes se gabimi tjetër çon në përmirësim, i bën më të lehta raportet, shton afërsinë mes njerëzve, kurse hakmarrja në fund të fundit nuk ka as problem te Zoti, edhe pse është e lejuar që të kërkosh hakun tënd, mirë po humbet ai shpërblimi. Pas sevapi dhe shpërblimi është tek falja, nuk është tek kërkimi i hakut. Edhe gjithashtu raportet pastaj janë më të vështira për më rregullu mes njerëzve. Kurse nëse ti fal, padyshim ajo falje jote pas gjithë padrejësive që kanë bë, është jep aty një mësim, aty njerëzve që janë sill keq jep një mësim shumë të madh. Dhe do të ndalem sërish tek citimi që ju thatë në fillim, se shpesh është e rëndësishme që të jemi të balancuar edhe në raportet që kemi me të tjerë. Pra, ndoshta dikush na ka bërë vazhdimisht mirë ose ka qenë korrekt, por një padrejtësi të vogël që na bën dhe kalojmë në urrëtie ose kalojmë në gjykime të tepruara. Sa e rëndësishme është që të ruajmë ekuilibrin edhe kur gjykojmë dikë. Shpesh dim ta ngrejmë dikën në qiell dhe sapo ndodh që të na cënojë diçka, themi gjithë të këqijat për të. Si ta ruajmë këtë balancë, këtë ekuilibër të duhur? Këtë na mësojnë shumë argumente, padyshim se ajo virtyti më i lartë është që ne të tregojmë faljen në momentin kur kemi mundësi që të hakmerremi. Këtë na mëson edhe ajeti kuranor, ku Allahu na thotë në Kur'an: "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard", dhe shpejtoni, garoni për tek falja e Allahut dhe për tek xhenetet e Allahut që janë sa gjerësia tokës së qiellit. Qysh me garoj o krijuesi jonë fuqiplot, si të garojmë për tek falja tek xhenetet tua? Thot: "Alladhina yunfikuna fi s-sarra'i wad-darra", ata që shpenzojnë qoftë në skamje, qoftë në bollëk. "Wal kadhimin al-ghayz wal 'afina 'anil nas", dhe ata që e përmbajnë mllefin e tyre. Kur dikush i ngasmon, i ofendon, ata përmbahen, janë të përmbajtur, wal 'afina 'anil nas, dhe ata të cilët i falin, i tolerojnë njerëzit, ja u kalojnë domethënë ato gabimet, duke shpresuar kështu faljen e të Madhit Zot. Këtu tregohet edhe një tregim shumë me një prej udhëheqësve muslimanëve, ku një prej shërptorëve të robërve në atë kohë që kanë qenë, kishte bërë një gabim shumë
domthon jo respektues ndaj tij, andaj kur ky deshi të hakmerrë ndaj atij shërbëtorët e tij, ai ja kujtoi këtë ajet tha wal kadhimin al-ghayz tha. Edhe ai moment tha, në atë moment ai nga devotshmëria që kishte udhëheq si musliman, tha atëherë u stopua. Tha wala afina anin nas, tha kur ja kujtoi edhe këtë ajetin se dhe ata që i falin njerëz, tha atëherë të kanë falur komplet këtë gabim. Pra ata që kanë vetë përmbajtje në inatin e tyre dhe ata që falin, dy cilësi madhore për besimtarët. Pastaj vazhdon ajeti wallahu yuhibbul muhsinin, dhe Allah më të vërtetë i don ata që janë bamirës. Kur ja kujtoi edhe këtë pjesë, atëherë ti i liruar plotësisht dhe i dihet tash tuti. Pra, këto ajete kuranore, hadithet shumëta, një prej haditheve që tash më vjen në mend, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, më i mirë për juve është ai që përzihet me njerëz dhe i toleron, i fal ata, sesa ai që rrin, domethënë, ndamas nga njerëz duke thënë se unë nuk mundet t'i nduroj njerëz. Pra më mirë është ai besimtar që bën sabër me njerëz, i dhuron ata. Është treguar gjithashtu për një prej tregtarëve, një prej njerëzve që Allah i kishte dhënë pasuri. Dhe ai i tolerante atyre që i kishte dhënë borxh, i tolerante gjatë shitblerjes, gjatë tregtisë që bënte. Atëherë Allah në ditën e gjykimit do t'i thotë këtij personi, thotë unë jam më meritor me fal për arsye se ti ke qenë i njohur për këtë virtyt të faljes së njerëzve, tolerimit të tyre, andaj edhe unë sot do të toleroj ty për gabimet, lëshimet, pa të cilat nuk shpëton asnjë njeri. Edhe pse ishte haku i tij që ta kërkonte borxhin në kohën që kanë rënë dakord, edhe pse ishte haku i tij që të kërkonte detyrimet, ai ishte tolerant. Po, për shkak të kësaj virtyte na tregon ky hadith se ditën e gjykimit Allah domosdoshmë sikurse e xhelozoi këtë rob për këtë virtyt kaq të mirë dhe tha, unë jam më meritor ta jem fals edhe tolerues i gabimeve tua sesa se ti që shbëje në dynja. Ju e përmendët pak në fillim se duaja më madhështore gjatë muajit të Ramazanit është duaja e natës së Kadrit që është transmetuar ku besimtarët kërkojnë falje nga Allahu. Edhe besimtarët e kanë pjesë të përditshmërisë të tyre kërkimin e faljes nga Zoti. Po sa rëndësishme është që në Ramazan së paku ta dëshmojnë ata në nivele njerëzore që dinë ata të falin, dinë ata të jenë tolerantë dhe atyre që ju kanë hyrë në hak. Pikërisht domon këtë synon edhe muaji Ramazan përmes agjerimit që të neve të na edukoj, na ngresat në pjedestalin më të lartë të edukatës së kulturës, domon që është Islami. Andaj pejgamberi na ka porositur agjerimi thotë nuk është vetëm të ndalesh nga haja dhe pija, mirë po të ndalesh nga çdo e keqe dhe nga çdo edukat jo e hishme. Thotë nëse dikush të shon, të ngacmon, të ofendon, atëherë si duhet përgjigjet agjeruesi? Thotë inni saim 3 herë, thotë unë jam agjerues, dhe kështu domethënë e ka lidh vetveten e tij, edukon vetveten e tij që të bëj sabër, bëj durim ndaj atyre ofendimeve apo çka mund të ndodhë në jetën njerëzore, duke e ditë gjithmonë se njeriu është i ngotshëm, njeriu është gabimtar, njeriu mund të bëjë këto lëshime, mirë po këto janë gjitha kaluese, ajo që mbetet është se nëse ne bëjmë sabër do të kemi shpërblim, kurse nëse ne hakmerremi atë vetëm do të dallohen problemet dhe është interesant një hadith ku pejgamberi na thotë Ademi është kriju thotë nga kur është kriju Allah ka kriju Ademin alayhis salam, thotë e ka kriju nga gjitha llojet e tokave. Për këtë arsye dhe njerëzit sot kanë ngjyra të ndryshme sikurse tokat kanë ngjyra të ndryshme. Mirë po, gjithashtu tokat njihen se disa toka janë më të vrashta, disa janë më të lehta më punu, disa janë sa më të bereqetshme, disa më pak prodhim. Kështu thotë është puna edhe e njeriu. Disa janë domosdoshmë më të lehtë me falin ndaj njerëzve, më të lanë, disa janë më të egër, më të vrashtë. Andaj, domethënë siç na porositur do të jemi gjithmonë më fals, më tolerant, ashtu siç ka qenë edhe vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ashtu kanë qenë edhe pejgamberët e tjerë. Transmetohet një hadith që pejgamberi ka thënë, ju ka treguar shokët dhe thotë transmetuesi i hadithit thotë sikurse po e shoh pejgamberin duke na treguar për pejgamberët e mëhershëm, të cilët ishin të rrahur, të bërë padrejtësi nga populli i tyre dhe prapë me gjithë këtë luteshin për popullin e tyre, o Allah, Allah maghfir lahum, yani o Allah fali ata
innehum la ya'lamun, vërtet ata nuk e dinë çka janë duke vepruar. Pra edhe i falni, por se edhe ju justifikonin, duke thënë Zot këta nuk e dinë. Nuk dinë, nuk kanë dije për këtë, edhe lusin për. Kështu veproi edhe vetë pejgamberi me popullin e Taifit, me popullin Kurajshit e Mekës. Kështu vepronte në jetën e përditshme pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur një ditë erdhi një beduin, një fshatar, dhe kapi pejgamberin nga brapa, që kishte veshur një mantil, një gjybe të vrasht pejgamberin të Nejdit, që kishte domon ishte nga leshi i vrasht dhe tërhoqi në mënyrë shumë tegër dhe shumë vrasht, dhe i tha: "O Muhammed, tha, më jep tha nga ajo që të ka jep Allah." Atëherë pejgamberi automatikisht u kthye nga ai person në formë të buzëqeshur dhe tha: "Jepni atij nga ajo çka po kërkon", domethënë. Dhe kështu domethënë ende pa njoftur, ende pa ditë se kush është, menjëherë reagoi me falje, me tolerim ndaj atij. Pra reagimi i tij ka qenë gjithmonë me buzëqi dhe me tolerancë, edhe nëse përballë ka patur një person ndoshta të pa edukat dhe ndoshta edhe të vrasht. Ndërkohë, Hoxh, le të flasim pak për familjen, për rrethin e ngushtë. Kuptohet që njerëzit më të afërt, njerëzit më të dashur janë familjarët, është rrethi farefisnor, por nuk mungojnë që dhe në këto marrëdhënie të ketë, po themi, mëri, të ketë padrejtësi, ndoshta të ketë edhe konflikte, të cilat nëse do ishin kuruar që në fillim, të cilat ndoshta kanë filluar nga një bisedë e thjeshtë ose nga një keq kuptim i thjeshtë. Sa rëndësishme është që ta kemi tolerancën dhe faljen të shtuar në raport me familjen dhe si ndikon kjo në unitetin e familjes. Sigurisht, edukata e mirë është më e vlerësuar, është ajo që është me të afërm tonë. Thotë pejgamberi ka qenë më i miri me familjen e tij. Më i sjellshëm, më edukuar me familjen e tij. Dhe padyshim, ai që sillet mirë me familjen e tij, ai tregon se devotshmërinë nuk e ka vetë, se shumë lehtë është mos sill mirë ti me ata që takohesh më rrallë, me kolegët ose me mirë, po të sillesh mirë edhe me fëmijët, me ata që janë të afërm, që ki punë çdo ditë, është padyshim është më e vështirë. Po këtë na tregon pejgamberi sa domosdoshmë në shumë argumente, në shumë hadithe, se ishte më i miri me familjen e tij dhe sillet më së miri me. Kështu i mësonte edhe shokët e tij. Kemi rastin e Ebu Bekrit, kur ishte shpif për vajzën e tij, gruan e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Aishën radhiyallahu anha, nga një kusherej e Ebu Bekrit, Mistahu, që ishte sahabi, që kishte marrë pjesë në Bedër. Mirë, po kishte rarë prej asoj fitnës në shpifjes të Aishës radhiyallahu anha, dhe atëherë Allahu kishte zbrit domon ajet kuranor, për shkak se Ebu Bekri ishte betuar se nuk do të ndihmonte. Ai ishte i varfër, dhe Ebu Bekri kishte thonë nuk do të ndihmoj pas asoj dite që dëgjova se ai kishte marrë pjesë në shpifje. Atëherë zbriti ajet kuranor ku Allah domethënë e porositi Ebu Bekrin që të ishte uljafu wa tasfahu fa la tuhibuna an yaghfir Allahu lakum, le falni, tolerani, a nuk dëshironi që edhe juve Allahu t'ju falet? Atëherë Ebu Bekri tha padyshim, tha duhet që Allahu të më fal, dhe u betua përsëri që nuk do ta ndërpres ndihmën ndaj të afërmit të tij. Kështu duke i ruajtur domon lidhjet familjare me të, edhe duke qenë domethënë prej atyre që e synonte faljen e Allahut fuqiplot. Ju përmendët pak më herët hadithin e Profetit alayhis salam ku njerëzit janë si llojet e tokave, të cilat disa janë më të bereqetshëm, disa janë pak më të ngurtë, disa më të ashpër, disa po themi më të lehtë. Dhe dikush i cili është gjaknxet, i cili mban inat, ndoshta dorëzohet duke thënë se kështu jam krijuar. A duhet të përpiqet ky dhe a ndoshta është duaja ajo e cila ndoshta do të ndihmojë më së tepërmi duke i kërkuar Zotit që t'ia zbut zemrën, pra çfarë duhet të bëjë një person i cili e ka të vështirë të mos mbajë inat, të mos mbajë mbledh? Sigurisht besimtari, sidomos në muajin Ramazanit që janë të lidhur shejtanët, janë të hapura dyert e xhenetit, të mbyllura dyert e xhenemit, e ka shumë më të lehtë që të edukoj vetveten në këtë virtyt, në këtë cilësi, duke kujtuar këto argumente si nga Kurani, si nga hadithet profetike, duke kujtuar ajetin wal kadhimin al-ghayz, dhe ata që përmbajnë mbledhin e tyre, edhe në fund Allah i dën ata që janë muhsinin, ata që janë bamirës, ata që i veprojnë këto virtyte, ata, si tha ajeti në fillim, le të garojnë pra besimtarët në këto virtyte, dhe le të mundohen në maksimum që pajisen me këto cilësi të larta, e sidomos në muajin e mëshirës të madhe të Allahut, muajin e rahmetit, të tregohen të mëshirshëm mes vete, nëse dëshirojnë që Allahu
të mëshiroj ata. Pra, për kujtimi me ajetet dhe porosit kuranore është i prej, po themi, rrugëve madhore që gjithsesi të ndryshojë dhe të përmirësohet, pra duke u përkujtuar vazhdimisht. Sigurisht muaji Ramazan është muaji i Kuranit dhe prej aty në vepra më të mira në Ramazan është që ne ta lexojmë Kuranin, të meditojmë rreth Kuranit, të lexojmë ndonjë prej komenteve kuranore që tash janë përkthyer edhe në gjuhën shqipe. Dhe këto, pastaj, kjo është qëllimi edhe i taravive, që Kurani që dëgjojmë në taravi, Kurani që lexojmë natën, në ditët e Ramazanit, të prek zemrat tona, të ndikojnë në zemrat tona, dhe kështu zemrat tona të zbuten dhe të synojnë, domethënë, faljen e Zotit. Besimtari pra e din bazë këtyre argumenteve se nuk arrihet falja e Zotit, ti po dëshiron faljen për të madh Allah, mirë po nuk po i gatshëm që ti falësh njerëzit për një gabim ende më të vogël. Cili prej neve nuk kemi gabime, nuk kemi të meta. Andaj kujtoje se ti ditën e gjykimit ai se kemi më shumë të nevojë ekip që Allah të falë, të mëshiroj. Andaj kjo arrihet më së lehti nëse ti je fals dhe mëshirues ndaj tjerëve. Kështu thotë edhe argumentet tjera nga pejgamberi sa më thotë mëshironi ata që janë në tokë, atëherë do të mëshiron juve ai që është në qiell. Këto domon ka qenë Ibrahim Nahai, dietari i njohur, thotë ka qenë e njohur tek brezat e hershëm të muslimanëve të mirë, cilët kur kanë qenë, domethënë kanë qenë krenar, kanë qenë njerëz që nuk kanë dashur nënçmimin, asesi. Mirë, po kur kanë pas mundësi të hakmerën, kanë pas poste të larta, sikurse është shembull edhe i Omerit radiallahu anhu, kur ka qenë njeriu i thjesht, ka qenë gjithmonë, ka kritikuar vendimet e tjerëve, ka qenë më i ashpër, mirë, po kur është bë vetë udhëhec i muslimanëve, atëherë ka ndryshuar komplet gjendja e tij, është bërë më tolerant, është bërë më fals, është bërë më i mëshirshëm me të tjerët. Pra, sa më shumë pozitë që ndoshta kemi, sa më shumë autoritet që kemi, aq më tepër duhet kultivojmë faljen dhe tolerancën, sepse aty duket, aty matet se sa tolerant jemi. Po, këto domon edhe ajet kuranor që pikërisht e dëshmon këtë, thotë ai që bën sabër dhe që fal, thotë kjo është vërtet min azmil umur, kjo është vërtet për atyre gjërave që kërkon një sforcë të fortë, një besim të fortë. Një besim të fortë, një iman të fortë. Andaj, padyshim që nuk është e lehtë njeriu të falë, mirë, po ato shpërblimet e mëdha, gradat e larta të xhenetit padyshim nuk arrin edhe me punë shumë të lehta, mirë, po duhet mi kujtu momente këto njeriu, këto ajete, kur të është nervoz ti praktikoj gjithashtu ato që na ka mësuar pejgamberi duke nëse jemi në këmbë, ulemi, të marrim abdes, ose t'i falim në 2 rekate për ta qetësuar vetveten tonë, asesi gjykojmë në momente kur jemi në hidhrim apo në gjendje që nuk mundemi me kontrollu si duhet situatën apo fjalët, asesi besimtari në ato momente nuk duhet të flasë, nuk duhet të veprojë, sepse nuk është duke vepruar në gjendje normale me logjik të shëndosh, mirë po duhet të presë, qetësohet, të falë namaz apo të merr abdes, dhe kështu pastaj të rishikon atë çështje, të bën llogaritë më mirë, dhe padyshim llogaria më mirë është që ai të jetë fals ndaj njerëzve, sepse kështu Allahu pastaj edhe do të jetë i mëshirshëm për të në ditën e gjykimit. Pra, cilësia e besimtarëve të mirë është që nuk nxitohen në gjykim. Nëse janë shumë, po themi gjaknzet, ju thatë një porosi praktike që së paku të marrin abdes dhe të falin 2 rekat namaz. Pra, natyra e besimtarit të mirë është që matet përpara se të veprojë dhe nuk nxitohet. Sigurisht nxitimi, axhelami në shejtan, ka thënë pejgamberi, nxitimi është prej shejtanit. Shejtani mundohet të shfrytëzojë sidomos këto raste e hidhrimit domethënë për të sjellë vezvese tek ne, që ne në ato raste të shpejt të hakmerremi, të bëjmë veprime që pastaj mund të pendohemi ndoshta tër jetën. Prandaj padyshim që nxitimi duhet ta dimë është prej shejtanit, kurse maturia, pjekuria, këto janë prej Allahut. Thot pejgamberi në një hadith, a dëshiron të më tregu për personin që nuk ka mundësi me prek zjarrin në ditën e gjykimit, thot është ai person që është domthon i lehtë në bashkëveprim, është i afërt me njerëz dhe është domthon i butë. Domthon, kjo është personi që ka këto cilësi, që është fal ndaj tjerëve, që është i sjellshëm, i butë, është i lehtë, i afërt me të tjerët, ky person nuk do të preket në ditën e gjykimit nga zjarri i xhenemit.
Gjithashtu ndodh shpesh që ne t'i falim të tjerët, sepse edhe situata e kërkon të tillë, ndoshta edhe kemi interes, ndoshta në një tregti, në një marrëveshje, një kontratë që t'i tolerojmë. Por sa e rëndësishme është që tolerimi të jetë si shenjë i imanit, të burojë nga zemra, dhe synohet hatri i Zotit dhe jo thjesht po themi edukata e mirë apo marrëdhëniet thjesht të vazhdojnë për interesat e jetës kësaj bote. Sigurisht muslimani duhet ta ketë të qartë në mendjen e tij se për t'ia pranuar Allahun një vepër, ajo vepër duhet të plotësojë dy kushte. Ajo e para të jetë e sinqert për hir të Allahut, bëhet vetëm për hir të Allahut, për asgjë tjetër. Nuk do të synoj besimtari me ndonjë vepër, cilën do vepër të tij, asgjë vetëse kënaqësinë e Zotit. Pastaj ato të mirat që vijnë vetë se kanë me të ardhur prej asaj, edhe nëse ki një jetën tjetër apo nëse ki një jetën për hir të Allahut, ti do të kesh plus shpërblim, ajo që është më e rëndësishme shpërblimin e të madhit Zot. Kurse kushti i dytë i pranimit të veprës është ajo vepër të jetë përputhje me fenë tonë, me Islamin, mos vijë ndesh me ato ndalesat. Andaj pra është kusht që besimtari ta bëjë veprën sinqert për hir të Allahut, pa dëshiruar nga ajo vepër që të lavdohet apo të arrijë diçka nga kjo botë, sepse ato padyshim që vijnë pastaj bashkë me sinqeritetin. Nga kjo bisedë po kuptojmë që të falesh dhe tolerosh të tjerët, jo vetëm që është shenjë e devotshmërisë dhe besimit të lartë, por se është një mundësi e madhe për të shpëtuar besimtarin në ahiret dhe për të fituar mëshirën e Zotit dhe për të fituar xhenetet e larta, ashtu siç ju sollt disa shembuj konkret. A do thotë kjo që besimtarët duhet ta bëjnë një projekt, po themi prioritar tashmë në Ramazan, ashtu siç bëjmë për lexim Kurani, për falje namazi, për dhënie sadakaje, ta bëjnë një projekt që te ky muaj së paku do fokusohen në falje dhe në tolerancë ndaj të tjerëve, si një prej mundësive dhe sebeve të mëdha për të fituar xhenetet dhe mëshirën e Zotit. Padyshim don besimtari e shfrytëzon sidomos muajin e agjerimit që duke agjeruar nga ushqimi, duke duruar ushqimin, etjen, këto që në esencë vetë janë të lejuara në ditët jashtë Ramazanit, ai në këtë formë do mund të ushtrojë vetveten të duroj edhe ndaj provokimeve, ndaj ngacmimeve, ndaj ofendimeve, duke kujtuar se unë jam duke agjeruar edhe duke u edukuar në shkollën e agjerimit. Andaj besimtarin e shfrytëzon këtë muaj me lexim, me dëgjimin e ligjëratave më të shumta që bëhen në xhami, me ndejat më të shpeshta me vëllezërit gjatë namazeve kështu, përkujtojnë njëri tjetrin për ato që është më e mirë, më afër me ato që ai afron tek Allahu, e padyshim ai që është i mëshirshëm do të mëshirohet, që është fjala e njohur edhe nga pejgamberi sa. Kush mëshiron do të mëshirohet, ndërsa ai që është pa mëshirshëm, padyshim që pastaj nuk i shkon atij që të kërkojë mëshirën kur vet nuk e ka cilësi. Unë falenderoj shumë për këto fjalë, për këto këshilla, për këto orientime në këtë muaj të begatë Ramazanit, Zoti shpëlef me të mira. Lutim Allahun që edhe neve gjithë muslimanët t'i begatojmë me këtë cilësi, virtyt të lartë, virtyt i pejgamberëve, virtyt i njerëzve të mirë, virtyt i dietarëve, dhe të na bëj për atyre që e shfrytëzojmë Ramazanin në formën më të mirë për përmirësimin e vetvetes tonë nga një e kaluar ndoshta me një edukat më të dobët tek një edukat shumë më e fortë dhe më dashur tek Allahu dhe nga padituria që kemi pas ndoshta për këto cilësi tek dija dhe kështu gjithmonë çdo vit ne të afrohemi të ngritemi më lart në gradë tek Allahu i plotfuqishëm. Amin. Dhe me duan dhe me lutjen e Hoxhës e mbyllim këtë takim duke shpresuar që vërtet kjo dua të kthehet në një realitet për të na ndryshuar të brendshmën tonë dhe në marrëdhëniet tona duke bërë ato më të shëndetshme, më të dobishme dhe më të qëndrueshme. Unë ju falenderoj që qëndruat me ne, do të jemi sërish nesër, kalofshi sa mirë.